Faleminderit shumë, i nderuar kryetar i kuvendit, e nderuar anën kryetare, shumë të nderuar ambasador të vendeve mike, përfaqësues të institucioneve të sigurisë, të shoqërisë civile, të shoqatave të ndryshme, mjek, sportist, shoqatat e familjeve të pagjeturve dhe organizata partnere, miq të tokës, të traditës dhe të bereqetit. Nga toka fillon gjithçka. Jeta, bereqeti dhe begatia. Toka ushqen çdo familje. Toka është rrënja që na mban të bashkuar çdo kombë. Dhe si e tillë është dëshmia më e qartë se puna dhe përkushtimi sjellin begatin dhe suksesin. Sonte në këtë darkë të lamës, festën tonë tradicionale, ne nuk po festojmë thjesht fundin e një sezoni të punës, por njëkohësisht po nderojmë edhe vetë filozofinë jetësore të njeriut që jeton me tokën, që punon tokën, që gëzon kur ajo jep fryt dhe që falenderon Zotin për këtë fryt. Kjo darkë e lamës, e cila është nismë e presidentit historik Dr. Ibrahim Rugova, është ngjarje kulturore dhe kujtesë e lidhjes sonë me rrënjët tona, me dheun që na mban, me traditën që na mëson të jemi mirënjohës. Prandaj sonte, ne kujtojmë sërish urtësinë e presidentit Rugova, i cili besonte se kombi forcohet me punë, me dije dhe me dashurinë ndaj tokës që na ushqen. Në traditën tonë kulturore, shprehje e çdoditshme është Zoti ju dhasht bereqet. Ky urim personifikon filozofinë e jetës dhe përmbledh në vete shpresën, mirënjohjen dhe lidhjen ndërmjet njeriut dhe natyrës. Është shprehja që ka kaluar brez pas brezi nga sofrat e fshatrave qyteteve tona, tek oborret ku ruhej fara për vitin tjetër. Ashtu sikur se festa Thanksgiving në disa prej shteteve mike aleate, dita e falenderimeve pra, e cila kremtohet ndër të tjera, edhe për të falenderuar për të korrat dhe begatin, por edhe për gjithçka që jemi falenderues në jetën tonë, edhe ne sonte, në mënyrën tonë, me kulturën dhe shpirtin tonë, falenderojmë për bereqetin e këtij viti, për tokën tonë të bekuar që na mbushi hambaret dhe për duart e fermerëve tanë që kanë punuar për bukën e vendit të tyre. Në shumë tregje evropiane, ajvari i grave të Krushës tashmë njihet si sinonim i shijes dhe i cilësisë së lartë. Verrat e Rahovesit apo Suarekës garojnë denjësisht me verrat e rajoneve më të njohura të Evropës. Rrushi, mjalti, shafrani, mollët, çajrat, frutat e maleve e shumë produkte tjera janë bërë ambasador të Kosovës dhe dëshmi e tokës sonë pjellore. Mjeshtrisë të fermerëve tanë, si dhe përkushtimit për të kultivuar me dashuri dhe pasion. Këto produkte përveç se mallra ekonomike janë tregim, një tregim për popullin ton punëtor i cili mundin e kthen në begati e djersën në krenari. Të dashur miq, bujqësia është një nga shtyllat e fuqizimit të shtetit. Çdo rendiment, çdo fermë, çdo prodhim bio që mbërrin në tregun ton është një hap drejt pavarësisë sonë ekonomike. Sot, produktet bio nuk janë vetëm krenari e shtetit ton, por një standard që po fiton gjithnjë e më shumë hapësirë e gjithnjë e më shumë respekt edhe në tregjet e tjera në përbot, dhe në jetën e qytetarëve që zgjedhin të jetojnë shëndetshëm. Por qytetarët tanë punëtor nuk po dëshmohen vetëm me bujqësi e vetëm me zotësitë e tyre në këtë sektor. Në fakt, Kosova ka njerëz të vyeshëm në secilin sektor, të cilët me kontributin e tyre e bëjnë shtetin gjithnjë e më të fortë, gjithnjë e më të qëndrueshëm. Prandaj në këtë darkë të lamës, dua njëkohësisht të shpreh falenderimin dhe mirënjohjen time të thellë për secilin prej atyre që e mbajnë këtë vend gjallë e krenar çdo ditë. Faleminderit nga zemra për të gjithë aleatët e Kosovës që edhe sonte na janë bashkuar në këtë darkë të lamës, e të cilët qëndrojnë për herë pranë nesh në çdo sfidë. Respekt të pakufishëm për Policinë e Republikës së Kosovës që me profesionalizëm e përkushtim ruan sigurinë e qytetarëve tanë. Për forcën e sigurisë së Kosovës që me disiplinë e sakrificë është gardiane e Republikës sonë dhe pasqyra më e pastër e patriotizmit modern.
Një njohje për zjarrtik si tonë që përballen me rrezikun për të shpëtuar jetë, por edhe për të shpëtuar tokën tonë. Për mjekët dhe infermierët që na janë bashkuar sonte dhe shumë të tjerë që po punojnë në shpëtim të jetës, të cilët çdo ditë mbajnë gjallë shpresën dhe kujdesin për shëndetin e njerëzve tanë. Falenderim me zemër për të gjitha shoqatat e dala nga lufta, për të mbijetuarit e dhunës seksuale gjatë luftës, për shoqatat që ato i mbështesin çdo ditë, dhe për guximin e dinjitetin me të cilin e kanë kthyer plagët në forcë. Për organizatat që mbrojnë të drejtat e grave, të drejtat e pacientëve, të drejtat e fëmijëve dhe në përgjithësi organizatat që çdo ditë janë kampione për të drejtat e njeriut, e na kujtojnë se barazia është themel i lirisë. Nderim për sportistët tanë të suksesshëm që e lartësojnë flamurin tonë në arenën ndërkombëtare, për shoqata të cilat punojnë çdo ditë me ne që Kosova të ecën përpara, për institucionet tona që çdo ditë e mbrojnë demokracinë. Dhe po ashtu, si që përmenda më herët, shoqatat e dala nga lufta UÇK-s, të cilat ruajnë kujtesën e sakrificës, dhe për shoqatat e familjeve të zhdukurve me dhunë që nuk ndalen kurrë në kërkim të drejtësisë. Një falënderim të veçantë edhe për shoqatat që merren me të drejtat e fëmijëve dhe shoqatat që merren me personat me nevoja të veçanta. Kemi këtu shoqatën Down Syndrome, shoqatat e autizmit dhe shumë të tjera, që çdo ditë na kujtojnë se dashuria, përkushtimi dhe dinjiteti nuk njohin kufi, sepse një shoqëri e fortë matet me mënyrën se si kujdeset për secilin prej anëtarëve të saj. Faleminderit për mësuesit që çdo ditë sigurohen që sistemi ynë arsimor të ecën përpara, përfshirë për mësuesen time të parë, e cila na është bashkuar sonte këtu. Secili prej jush është dëshmi e gjallë se Kosova është frymë që nuk dorëzohet. Dhe ky mos dorëzim reflektohet më së miri në fëmijët që sonte i kemi ftuar, të cilët janë kampion në matematikë, në shkencë, në drejtësi, edhe të rinjët e universitetit e shumë të tjerë që po na bëjnë krenar çdo ditë. Kosova pra është frymë që nuk dorëzohet, një zemër që rreh fort për dinjitet, shpresë dhe mirëqenie. Të nderuar mysafir, në çdo sezon të vjelash familjet kosovare jo vetëm që sigurojnë ushqimin për tryezat e tyre, por edhe forcojnë ekonominë e vendit, sepse në thelb çdo grusht drithi, çdo shport me moll, çdo hardhi rrushi është një gur mbi themelin e shtetit tonë, shtetit që ndërtohet mbi punën e ndershme dhe mbi respektin për tokën që na ushqen. Darka e Lamës është një festë e mirënjohjes ndaj punëtorit, fermerit, ndaj begatisë, ndaj natyrës që na fal dhe ndaj Zotit që na jap këtë bekim. Është po ashtu moment reflektimi e falenderimi për çdo institucion të shtetit tonë, për çdo shoqat e çdo njeri që jap kontribut për atë dheun tonë të dashur. Është moment për të kujtuar se fuqia e një kombi nuk matet vetëm me numrat në ekonomi, por edhe me lidhjen shpirtërore që ai e ka me tokën e vet dhe traditën e vet. Le të jetë kjo darkë një frymëzim për të ecur përpara, me më shumë kujdes për tokën, me më shumë përkrahje për njerëzit e kësaj toke dhe me më shumë dashuri për njëri tjetrin. Zoti dhasht bereqet për të gjithë ju, për Kosovën tonë të dashur dhe për alatët tanë. Gëzuar darkën e Lamës, Zoti e bekoft tokën e Kosovës. Ju falenderoj.